Ka filluar hapja e kanalit për ujitje në zonën 6 në Gostivar. Makineria punuese nga dita e djeshme ka filluar me prerjen dhe largimin e një pjesë të asfaltit të ri, i cili ushtrua shtatorin e vitit kaluar. Rihapja e tij vjen pas protestave të bujqve të Pollogut, të cilët u ankuan se me mbulimin e kanalit, sasia e ujit po zvoglohet. Por banorët e kësaj lagje shprehen të revoltuar që kanali po hapet sërish. Ata thonë se 40 vite e kishin pritur mbulimin e tij, tash prapë u kthehet rreziku nga i njëjti, ku në të kaluarën ka pasur edhe 2 viktima si pasojë mos mirëmbajtjes së tij nga ana e drejtorisë për rekomunizim të ujrave. Banorët ankojnë edhe për atë se deri në rregullimin e tij të plot nuk kanë nga të kalojnë për të futur në shtëpitë e tyre. Te lagja jonë ndodh haos, ne vetë nuk e kuptojmë se çka ndodh. Katastrofë, punët e veta që i bujnë çdo ditë mbaro e ja prish, që 10 vjet kemi ranë hall. E ne nuk dim ç'i bëjmë, s'kemi ka të kalojmë. Që tash edhe rrugë urat do na i prishin edhe ka të kalojmë ne. Me njerëz smund, me fëmijë, si çdo njeri, si do të jetojë normal. Nuk kam koment për dinamikën e punës. Këtu nuk shoh mbikëqyrës me cilin mund të konsultohemi ne se si rrjedh dinamika e punës. Këtu kush vjen me bager vjen gërmon, ne nuk dim kur gjë. Jemi bo si lagj afrikane, lagj klanesh, nuk kam koment. E shifni, vetë 40 vjet. Kemi pas edhe 2 fëmijë të vdekun, prandaj bëjmë këtë shtypje për t'ju kujtuar pushtetit dhe Bashkisë Ujrave se ka ndodhur tragjedi. Prej tash që tjetë tragjedi nuk duam edhe do të bllokojmë rrugën sa herë të kemi nevojë, derisa ta bëjmë kushte normale, sepse edhe ne objektet tona i kemi paguar për leje ndërtimi, apo nuk jemi kundër, vetëm me një kusht mbulohet prapë me JSK betoni. Pra, nuk preket prona e Bashkisë Ujrave dhe da asfaltohet ajo pjesë që gërmohet tani dhe u kry puna. Po ke lagja jonë luhet që 2 vjet, boll më i duron kështu edhe plus rejnë. Thanë se dhe bujnë 10 metre dhe vejnë plaka. Boll 10 metre dhe vejnë plaka. Ku janë plakat? Ka dhe dalin njerëzit, shifni që shbojnë. Që është kjo punë unë se di. Kjo prish ndreq. Po ashtu, kanali Mbrëmës nga mbeturiet e hedhura në të, me çka ujë ka vërshuar këtë lagje. Doli ujti për mi rrugë. Ne kemi 3 fëmijë të vegjël, në 3 vajzës që vinë 6. Rruj pi kanalit, rruj pi veturave, të shti prap e prishën, prap në lam, pa trotuar, pa rrugë, pas njësat. Vërshime ka pas nalt, kene jo, vërshime ka pas. Këtu është fajtore dhe ndërmarrja për vaditje, edhe ajo nuk kemi në mban kanali, këtu kemi pas në njerëz që janë mbit, fëmijët, mëdhej, kafsh, çdo gjë që kalon. Si mund kaloshte me një kanal të zona urbanizume? Kanali duhet të dislokohet, shkohet autobani. Jo këtu, me vite 40 vjet jetojmë këtu, kemi paguaj komunalia gjitha komunës që i takojnë, edhe prap kushte për jetesë s'kemi si duhet. Nuk e di, katastrofë. S'din ku të ankohesh. Njëjtat probleme, mas 40 vite kanalizim në kam bua, dhe ai katastrofik. Kanë erë në Beturina, në kam fukë për naltë në Beturina, edhe uzoha jone. Uzoha, ata nuk ishin lënë as një rojtar, kush ne nga rendëm ta pastrojnë. Edhe mas një kohë u pastro ujti dul, këndë i heci bol uj, shumë kishte uj. Kure ne e pastrojme dhe në atër u hapa jone. Që 40 vjetë rrezik, jo vetëm tash, që ne kena 6 fëmijë kena, këtë vogël janë, ma i vogli 1 vjeçarës. Ne jena pjeq, unë e që jeme jena pjeq. Shef, ka dhe kalojmë ne ta i tregom të i mu. Ndërkohë, në fillim të kësaj jave, Komuna e Gostivari tha se do të rihap kanalin për vaditje dhe i njëjti do të rikthehet në gjendjen e mëparshme me kapacitet të plot, por pas përfundimit të sezonit të vaditjes kanali do të mbulohet me pllaka bekatoni. Ky vendim, si sqaroi nga Komuna e Gostivarit, është marrë së bashku me sektorin e urbanizmit, Inspektoratin e Ndërtimit dhe Ekonominë e Ujrave, duke u bazuar në lejen për ndërtim të lëshuar dhe në përputhje me projektin për ndërtimin e rrugës në zonën e 6 tek varrezat e vjetra të qytetit. Ndryshe, kanali i cili u mbulua në zonën e 6 në Gostivar me gjatësi 300 metra shërben për ujitjen e tokave nga fshati Zdujnë deri në Pirok.